Qendrat shëndetësore në komunën Rrethina janë të amortizuara. Ky fakt pohohet edhe nga kryetari i kësaj komune Luan Harusha, i cili thotë se janë dërguar projektet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe nga 10 qendra shëndetësore deri tani ende nuk ka asnjë përgjigje pozitive. Qendrat shëndetësore ju kanë bërë projektet, mi ka kërkuar Ministria e Shëndetësisë, ju kam çuar projektet, presim një miratim nga Ministria e Shëndetësisë. Me këta fonde si kena në sot, sidomos këtë vjet, sepse me këtë ndomin territoriale ka lëvizje këto gjëra, po jena mundu për mirëmajt. Po mirëmajtja me fondet si kena na është vetëm lymje në xham, në pëzgjerë, në 10 qendra shëndetësore kam në territorin e komunës. Për gjitha qendrat shëndetësore kam çuar disa projekte për disa kanë gjëra më të vogla, po sidomos shtoje vjetër, gruda, bardhet janë më të nevojshme ndërhyrja në riparimin e tyre. Ditët e fundit ka nisur rikonstruksioni në qendrën shëndetësore të Dobraçit me fondet e vet komunës, por problem mbetet në qendrat e tjera shëndetësore. Duke folur edhe për tregun e baktive, i cili ende nuk plotson kushtet që duhen, kryekomunari Harusha shpreh se ai treg është ende i papërfunduar dhe gradualisht do të përmbush kriteret që kërkohen. Unë kam dhënë një leje për treg baktish në zonën e Hotit, afër fushës aviacionit, si e thojnë. Janë kanë rrugë të mëdha, kam pas shumë ankesa, i kam hek prej rrugët. Këta kanë bën një vend aty e kanë rrethu, po her pas herët ju kërkoj llogari për me kriju ata kushte si kërkohet nga drejtoria e bujqësisë. Nuk është në përfundim, nuk ka përfundu, është në proces. Po kanë arrit me gjërat më kryesore, janë të mundu i kanë bërë. Një herë një javë është. Nuk është e përditshëm, vetëm ditë është. Po nuk ka treg, sa e hapën për çdo ditë është, po nuk ka treg. Komuna Rrethina me reformën e re territoriale bëhet pjesë e Bashkisë së Re të Shkodrës, nga ku problemet e tilla si tregu i baktive apo qendrat shëndetësore pritet të pësojnë përmirësime.